Bismillahirrahmanirrahim. Lutja 119, lutja ditës së Arafatit. Pejgamberi sa më ka thonë, lutja më e mirë është lutja ditës së Arafatit dhe dhikri më i mirë që kam bërë unë dhe pejgamberët para meje është la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është lutja ditës së Arafatit, që është dita më e madhe për ditëve të vitit. Është dita e haxhit, domthonë është pishtyllave të haxhit, ku gjithë haxhit do të me qenë në atë kohë gjithë së bashku në kodrinën e Arafatit, prej drekës, prej ku të kalojnë dielli, domthonë pjesë zenitit, ose edhe më herët deri në perëndimin e diellit për ata që kanë pas mundësi me ne ditën. Kurse për ata që nuk kanë pas mundësi për arsye të caktuara, nuk kanë mujt me ardhur ditën, atëherë fillon nata e Arafatit që vjen mas ditës, prej perëndimit të diellit deri në agim. Kjo në ditën e Arafatit, secili prej muslimanëve mundohet me shfrytëzu për arsye se çka thon pejgamberi është dita më e mirë që ka lind dielli në të. Domthonë çdo ditë që lind dielli, nuk ka ditë që lind dielli në të e që i afrohet për nga mirësia ditës së Arafatit. Edhe Allahu Azza wa Jall kallzon nëpër hadithe të kutsie, domthonë përmes fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se këtë ditë liron shumë njerëz nga zjarmi i xhehenemit, fal shumë mëkatar. Është ditë e veçantë dhe secili prej haxhive që ka qenë e ndjen atë e ka atë ndjenjen e asaj dite, është diçka, është ndjenje e papërsëritur, është diçka shumë interesant, qysh Zoti e lëshon një qetësi, një rahati të zemrës, një prehje, një gatishmëri me lut Zotin atë ditë si asnjëherë tjetër. E çka me lut Zotin, çka dush? Çka të kujtohet me lut Zotin ditën e Arafatit është mirë. Po normalisht me dhon përparësi çështjeve të ahiretit, duat që bëhen për jetën e pas kësaj bote, për arsye se atje është ajo që nuk përfundon. Po edhe nëse bëjnë musliman dua ndryshme nga domthonë gjërat e kësaj bote, edhe kjo është e lejuar dhe nuk ka asgjë të keqe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, lutja më e mirë është lutja ditës së Arafatit. Thonë dietar për këtë hadith, vlera e lutjes ditës së Arafatit është njëjtë sikur dita e Arafatit. Përderisa dita e Arafatit është kaq madhështore, atëherë edhe lutja në ditë është madhështore. Çdo gjë që lidhet në ditën e Arafatit është madhështore. Mirë, po më shumë ti çka duhet me shfrytëzuar ditën e Arafatit është lutja. Dhikri dhe lutja. Jo me diçka tjetër. Domthonë lejohen edhe me lexu Kur'an, lejohet edhe me bën ndonjë adhurim diçka, domthonë pse më shau mi kallzu diku në një meselë të fesë, në diçka, po nuk janë preferuar. Nuk është mirë. Ditën e Arafatit mundohet sili për muslimanëve dhe let mundohet sili për muslimanëve që çat ditë mos të ketë kontakt me Kur'an, mos të lodhet me asgjë tjetër përveç se me lutje dhe me dhikr. E cila pe këtyre lutjeve, njëra pe këtyre lutjeve është kjo që ka përmend pejgamberi sa. Këta me shpeshtu sa më shumë muslimani është mirë. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Edhe thot pejgamberi sa këtë lutje ka thonë gjithë pejgamberët para tij. Por arsye se kanë transmetime të shumta që pejgamberët e Allahut kanë ardhur gjithë kanë bëu haxh. Pejgamberi sa kallzon që në për disa vende sikur se i duket sikur se po i shfaqet Musa alayhis salam. Me një filan vend, filan kodrinën, sikur se po e sheh Ibrahimin alayhis salam, që kanë bëu haxh në ato vende. Atë është rruga e gjithë pejgamberëve. E këtë dua, e cila është me tauhid, njohshmërinë ndaj Allahut e kanë thonë këtë pejgamberët. Kjo e vërteton, përveç që e vërteton edhe hadithe të tjera, e vërteton çka thon pejgamberi se gjithë pejgamberët janë vëllezër për nga feja, për nga tauhidi. Krejt kanë thirrë njohshmërinë e Allahut. Krejt kanë thirrë me adhuru vetëm Zotin dhe mu largu nga çdo gjë tjetër që e cenon këtë adhurim. Po pastaj kanë ndryshuar ata ligjet. Ligjet kanë pas ndryshim ligje, kurse në besim Zotin, këtë pejgamber kanë thirrë një. Asnjë pejgamber nuk ka thirrë në trinitet. Asnjë pejgamber nuk ka thirrë me adhuru djalin e tij ose me adhuru dikan përveç Allahut. Mu drejtu të dikush përveç të Zotit. Me shpresu të dikush përveç të Zotit. Këtë pejgamber kanë qenë njëjtë. Pra arsye se këtë vijnë prej Zotit. Nuk ka mundësi Zoti më thonë dikujt atë, thuj le të më adhurojnë mua, më ti thuj le ta adhurojnë fëmin tëm, kurse di që Zoti nuk ka fëmijë. Ose dikant tjetër, nuk ka mundësi.
gjithë vijnë prej Allahut dhe gjithë kanë pas një mision në aspektin e bindjes. E njëra prej këtyre duave është kjo dua. Masi që është njëra prej duave që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pe lutjeve që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, andaj thonë dietarët shpresohet që kjo lutje pranohet, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka potencuar në mënyrë speciale. E çka përfiton robi kur pranohet kjo lutje? Kurse kjo në esencë nuk ka lutje, kjo është dhikr. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Adhurimi i takon vetëm Zotit, i cili është i vetëm, nuk ka nevojë për askënd, atij i takon sundimi, atij i takon pushteti, dhe ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Ai tu i lyp diçka Zotit? Me çit dhikr? Si tu i lyp Zotit kurçha? Je vetëm tu e madhru. Je vetëm tu e madhru, je vetëm tu e falënderu. Këtë çështje ka përmend Imam Taberiu, Allah i mëshiroft. Thotë kjo në esencë është dhikr, nuk është lutje. Por për shkak se është dhikr, madhrim dhe falënderim dhe lavdrim ndaj Zotit, është prej dhikrave më të mira. Pse? Se kjo kur ja jep Zotit pozitën e vet, e lavdron, e madhron, e ngrit pozitën e tij, Zoti pastaj i pranohet edhe i pranon edhe hallet e tua. Edhe nevojat e tua. Se ti ja jep Zotit pozitën atë sa mendon ti se e meriton, edhe pse na nuk mund me ia dhon Zotit pozitën atë sa e meriton. E për këtë arsye përmendet kjo formë dhikrit, e cila nuk është lutje, po është madhrim ndaj Zotit, e që pastaj Zoti në bazë të madhrimi, këtij lavdrimi që ja japmi pozitës së tij, çanjes së tij, ai përgjigjet lutjeve që ne i bëjmë, e që ndoshta i mendojmë ose i kemi në zemër dhe i themi edhe me gjuhë. Po ashtu, kjo dua na tregon se dhikri më i mirë është la ilaha illallah. Fjala la ilaha illallah. Ka argumente edhe tjera që dhikri më i mirë është fjala la ilaha illallah, po edhe kjo është një prej argumenteve. Për arsye se pejgamberi sa përmend këtu dhe thotë është lutja më e mirë. Dhe mesin e kësaj përmendet edhe shahadeti. Walhamdulillahi rabbil alamin.